për përjashtimin e kryetarit të trupit gjykues, dyshime për njanshmëri, për ndryshimin e deklaratave të nëse nuk keni durim, unë e prezentoj kërkesën, i ka gjithsej 15 faqe me argument. Po fillojmë seancën e shërtimit gjyqësor në çështjen penale kundër të panteorëve Paleka e tjerë, të ngarkuar për vepra penale, sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës për bërja e gjykatës. Në cilësi të kryetarës së trupit gjykues jam unë gjyqtarja Violeta Namani Hajra me 2 gjyqtarët profesional, gjyqtarin Valon Kutaj dhe gjyqtarin Ramon Beqiri. Pyetëm pa procedura, kemi vërejtje rreth përbërjes gjykatës. Nderuar kryetar, nderuar anëtar, nderuar prokuror të gjithë pranishëm, fillimisht kemi vërejtje dhe me qenë se kemi vërejtje, i kemi përkatësuar edhe me kërkesë për përjashtimin e kryetarit të trupit gjykues, andaj me kërkesë do ta paraqesim në shkrim që kryetara të vendosë lidhur me këtë çështje brenda kërkesës. Okej, veç në arsyeton bazën ligjore. Kërkesa për përjashtimin e kryetarit të trupit gjykues në bazë të nenit 14, paragrafi 3 të kodit të procedurës paragrafe, kërkesë penale, kërkesë për përjashtimin e kryetarit të trupit gjykues për shkak të dyshimit për mungesë të pamshmërisë. Dhe theksojmë se kryetari i trupit gjykues gjatë shqyrtimit paraprak, duke ushtruar detyrën e kryetarit të trupit gjykues, jo vetëm që nuk e ka zbatuar nenin 7 paragrafi 2 të KPPK-s, i cili e detyron që me ndërgjegje dhe për kushtim maksimal të vërtetoj faktet, provat fajsuese, si dhe ato shfaqësuese. Okej, më falë që po ndërprej. Është e njëjta kërkesë që ka qenë gjatë vitit kaluar për një njëjtësim procedurës disciplinore, a ka ndonjë përmbajtje tjetër? E cila me akt vendim të kryetarës është refuzuar. E ndërruar fillimisht është drejta jam me deklaruar. Okej, vetëm bazën ligjore për përjashtim, sa i përket fakt. Kërkesa për përjashtim i ka gjithsej 15 faqe me argumente prova konkrete. Me përmbajtjen që tha deri më të është për dyshime për njanshmëri, për ndryshimin e deklaratave Dëgjoj, avokat, vetëm pak momente, më falë që për ndërprej. Sa i përket atë gjykimit, çështja u anulua dhe është kthyer vendosje dhe rishurtim. Ndërsa sa i përket pretendimit tuaj, njëjti pretendim ka qenë për iniciimin e procedurës disciplinore nga i mbrojturi juaj dhe e njëjta me vendim të kryetarës është refuzuar. Nëse kemi arsye tjera shtresë bazë ligjore, më nesh me vazhdu. Në pika të shkurta, desha të elaboroj, nëse nuk keni durim, unë e prezentoj kërkesën dhe kjo çështje. Okej, vetëm bazën ligjore. Baza ligjore është potencuar. Dispozitat konkrete, lutem për përjashtim. Dyshimi për mungesë pamshmërisë. Po? Neni 14 paragrafi 3. Në tjetër dispozit lutem. Kodit procedurës penale. Po ashtu pa rregullësi gjatë procedurës. Gjithashtu. Dhe gjitha këto argumente që janë bashkangjitur me prova konkrete është kryetarja e gjykatës themelore Prishtinë që e shqyrton dhe marr një vendim lidhur me këtë kërkesë. Pas paraqitjes së kërkesës së avokatës Teuta Gjema, mbrojtësia e akuzurit Esed Berisha, me arsyet si në kërkesën e dorëzuar gjykatës, trupi gjykues merr anë vendim, ndërpritet seanca sotme, kërkesa e njëjtë do t'ju dërgohet kryetarës së gjykatës për vlerësim dhe shërtim.